Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar e falenderojmë, paqja mirësi bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Edhe pse kanë kaluar disa ditë, mirë po do i themi disa fjalë inshallah, disa dobi dhe përfitime të nxjerra nga hijreti i pejgamberit alayhis salam, duke qenë se është edhe, si thua, ka filluar viti i ri hijri, dhe është e udhës që në këtë sezon, në këto ditë, apo thuajse në mënyrë të përsëritur çdo vit, në xhamit tona të përkujtohet rreth këtij fragmenti kohor ose rreth kësaj periudhe historike. Edhe ju e dini shumë mirë, jo thjesht për të sjellë edhe një herë për të freskuar ngjarjen si ngjarje, më tepër se sa për të nxjerrë dobit e rëndësishme, të domosdoshme që janë në këtë ngjarje, hijreti. Dhe hijreti, emigrimi që bëri pejgamberi alayhis salam dhe që bërën besimtarët nuk është thjesht një shpërngulje nga një vend në vendin tjetër. Mirë po ngërthen në vetvete një numër të madh dobish dhe përfitimesh. Dhe ajo që është interesante është se këto dobi dhe përfitime nuk janë, nuk janë thjesht të shkëputura apo të arkivuara për atë periudhë kohore. Dhe ne thjesht i nxjerrim dhe i mësojmë si përfitime. Mi po ato përsëriten në jetën e besimtarit, në jetën e muslimanit, çdo ditë pothuajse, në çdo periudhë. Përse bëhet fjalë? Në vitin e 13 të profecisë, pejgamberi alayhis salam me shpallje prej Allahut të lartësuar, i orienton muslimanët, i udhëzon ata që ta linin Mekën. Dhe ishte urdhër i prerë ku nuk justifikoi askush përveç një kategori njerëzish. E kuptojmë pak, se çfarë sprove ishte, se çfarë udhëzimi, se çfarë detyre. Do linin Mekën. Dhe nuk justifikoi askush përveç një kategori njerëzish, ata që s'kishin mundësi, kishin të pamundur ta bënin diçka të tillë. Pse kjo gjë? Sepse aty ishte pa mundur më që ta adhurojë Allahu i lartësuar siç Zoti e meriton dhe siç i takon një besimtari. Pra, tani Meka po shndroi një terren i pa mundur për të aplikuar ajo gjë apo për të zbatuar ajo gjë për cilin njeriu është krijuar. Dhe kjo është dobia e parë që ne përzgjedhim. Dhe çdo pllën toke, çdo tokë, pavarësisht sa shtrenjtë mund të jetë për njeriu dhe për personin. Nëse aty i pamundësohet qëllimi i ekzistencës, pse Allahu e ka sjellë në ekzistencë, tokën e ka krijuar Zoti dhe njeriu e ka krijuar Allahu dhe ka sjellë Allahu i lartësuar në ekzistencë në këtë tokë njeriu. Përse? Për të adhuruar Zotin e gjithësisë. Kjo tokë, sado është shtrenjtë që të jetë, sado vlerë që të ketë, le të jetë vatan, le të jetë shtëpi, le të jetë, pra çfarëdo që të jetë, në momentin që aty të pamundësohet qëllimi pse Allahu të ka sjellë këtu, atëherë ai më nuk vlen. Ose e ka humbur vlerën përkohësisht. Prandaj dhe muslimanët këtë udhëzim, këtë urdhër të pejgamberit alayhis salam e kuptuan më së miri. Prandaj masivisht që të gjithë, që nga i pari deri tek i fundit, përveç tek tuk dikush i cili e neglizhoi. Dhe erdhi pastaj një qortim prej Allahut të lartësuar me ajete kuranore, qortim jashtëzakonisht i ashpër, si të kishin bërë një krim të madh këta njerëz, të cilët edhe pse vërtet ata deri diku mund të kishin një farë justifikimi, por e kishin mundësinë për ta realizuar urdhrin e Zotit të lartësuar. Imagjinoni se sa i vështirë ishte urdhri, ishte obligimi, dhe muslimanët e zbatuan në mënyrën më të mirë të mundshme. Mirë. Kishte mbetur në Mekë, kush kishte mbetur në Mekë? I dërguari i Allahut të lartësuar, Ebu Bekri, familja e Ebu Bekrit, Aliu, dikush tjetër. Është interesante që pejgamberi alayhis salam nuk e kishte lajmëruar Ebu Bekrin që ai do të ishte i përzgjedhuri që do ta shoqëronte pejgamberin alayhis salam. Mi po e kishte sinjalizuar atë. Si e kishte sinjalizuar? Thot dikush prej historianëve, diku 4 muaj përpara ai kishte treguar ëndrrën që kishte parë pejgamberi alayhis salam se ku do ishte vendi i emigrimit. Pra që do ishte Medinë. Dhe thonë, dhe kjo është interesante, se të tregon njeriu e madh se kush ishte Ebu Bekri. Ambicien e tij, por dhe shokun e vërtet. Thonë që në këtë moment që pejgamberi alayhis salam e kishte sinjalizuar për vendin e emigrimit se ku do të emigronin, kishte filluar përgatitjen me të gjitha detajet.
kishte bërë gati 2 devet, e dim ne që kishte bërë gati 2 devet. Kishte bërë planin, kishte dhënë detyrat familjes së tij. Dhe familja e Abu Bekrit u angazhua e tëra, e gjitha. Dakord? Esmaja, Aishja, djali Abdullahu, detyra përkatëse. Vajza do të sillnin, sidomos Esmaja do sillte ushqimin. Dakord? Normalisht që këto detaje u përcaktuan ose këto udhëzime ju dhanë më vonë. Mirë, po e gjithë familja e Abu Bekrit ishte në gatishmëri për këtë mision. Kur vati pastaj pejgamberi asam dhe i thot që Abu Bekr erdhi momenti i hijreti, i thot as-suhbe ya Rasulullah. Mirë, po për shok këtë do kesh o i dërguari i Allah. A në falë mënyra sikuri? Thot, a do më kesh mua o i dërguari i Allah? Dhe pejgamberi alesam i thot po. Thot Aishja, thot, e dëgjuar e kisha, po në atë moment pash se çdo të thot të qaj një njeri nga gëzimi. Pra dëgjuar e kisha, qau nga gëzimi. Po në atë moment pash praktikisht se çdo të thot të qaj një njeri nga gëzimi. Kam parë baban të qaj me dines, me të madhe. Nga gëzimi pse? Se përzgjodhi pejgamberi alesam të ishte shoku i tij në udhëtim në emigrim. Tani prit pak, kujdes. Vërtet ishte privilegj, por çfarë ishte? Përgjegjësi tjetër. Ishte rrezik. Për të dërguar në Allahu të lartësuar dhe për këtë tjetër që e shoqëronte pejgamberin, sa ishte vendosur çmim. Për kokën e tyre madje, merrni, u prini kokën dhe na e sillni këtu. Sa ishte çmimi? 100 deve, përveç prestigjit dhe benefiteve të tjera që do t'i kishte. Mirë po, vllazëria e vërtet, shikoni 2 komponentët e vllazërisë së vërtet. Pregatitesh për atë gjë që i lipset i nevojtë të vëllait përpara se të ta kërkoj, dhe je me të dhe në rrezik, jo vetëm në mirësi. Je me të dhe në rrezik. Nëse thon dietarët e Islamit, nëse në vllazëri nuk janë këto 2 komponentë, atëherë kjo është vllazëria e cunguar për mos thënë, nuk është e tillë. Mund të jetë edhe thjesht një pretendim. Cilat ishin këto 2? Cilat ishin këto 2 element? E para, pra ti i servir ose je i gatshëm të servirësh atë që ai ka nevojë përpara se të ta kërkoj diçka të tillë. Dhe e dyta, je me të si në të mirë dhe në vështirësi dhe në rrezik. Dhe sa herë ndodh Zot na ruaj, cilët një shoqëri ose një bashkësi, aty janë elementet e vllazërisë, mirë po kur nuk ka probleme, kur nuk ka vështirësi, kur nuk ka rrezik, dhe kur nuk ka konflikt, kur nuk ka prishje të interesit. Në momentin që prishet interesi personal, atje e kupton që kjo vllazëri nuk ka qenë i sinqertë. Pra nuk janë dashur për hir të Allahut, që në momentin që nuk kanë duruar, njëri tjetrin dhe nuk kanë tejkaluar të ego personale. Si ora kjo është vllazëri për hir të Allahut, për Allahun e madhruar dhe nuk e gjetë fuqinë të tejkalosh të ego personale, të interes personal, pra këto thot dunjaja, që e gjitha që nga fillimi deri në fund me të 4 capat e saj, sa peshka tek Allahu. Asa krau mushkonjës. Ta korrigjojmë këtë. Pejgamberi sa ka thënë nëse do të kishte sa krau mushkonjës, Allahu lësor do të lindte pa besimtar të paur. Pra kjo dunja që tek Zoti i gjithësisë nuk ka vlerë asa krau mushkonjës, çfarë bëhet shkak momentin e parë për të prishur vllazërinë. Çfarë vllazëri është? Jo, patjetër ti gjeje fuqinë, gjeje gjithë mekanizmat dhe te kaloje këtë problem. Kjo është e para. Prandaj çfarë thon? Prej edukatës, prej etikës dhe prej vllazërisë është që në momenti që nuhat se vllajtën ka nevojë për diçka, t'ja mundsosh atë, t'ja japësh, t'ja mundsosh, t'i gjendesh përpara mos e lër, nëse e lë
xhamin Allah. Pse mos ta lutemi të edukohemi të lutemi Allahun Rasul, o Allah, mua më bëj rrisë të kontribuaj. Mua më bëj rrisë duat të kryej të gjitha adhurimet me pasurinë time. Pra pse duhet të harxojmë energji dhe të kërkojmë dhe të lutemi të tjerëve ose lutemi që ta dërgojë Allahu dikë, po mos i lutemi Allahut Rasul të na pasurojë ne. Jo vetëm për veten tonë, por ne pastaj të jemi dora që sipër që thot pejgamberi alayhis salam. Pra ky është, shiko, mbase nuk është një problem i madh, por një korrigjim i vogël që është një detaj shumë i rëndësishëm, mendoj unë. Besimtari duhet të ketë shumë dinjitet fetar. Lidhje me këtë aspekt. Prandaj pejgamberi sa ndonte, thot dikush dhe më ka pëlqyer si interpretim dhe si arsyetim, donte që këta adhurim kaq fisnik ishte hijreti i dërguari Allahut të lartësuar ta paguante vetë, ta kishte pre pasurisë së tij. Tjetër gjë vëllazë, që ne nxjerrim sepse tani kjo është një ngjarje që elhamdullah Zoti është e zauruar dhe thjesht disa ngacmime do bëj. Tjetër gjë, shikoni, ne duhet të lutemi Allahun lartësuar që mos jemi vetëm ne në rrugë të Zotit. Po e gjithë familja jonë të jetë në rrugë të Allahut të lartësuar. Në Mekë në atë periudhë kishte familje që ishin në rrugë të shejtanit të mallkuar, kishte edhe familje që ishin e gjitha familje që nga fillimi deri në fund në rrugë të Zotit. Familja e cila ishte destinuar dhe investonte e gjitha, mëngjes dhe mbrëmje, në rrugë të shejtanit të mallkuar, cila ishte? Apo rrugë të keqes, apo për të penguar fenë Allahut të lartësuar? Ebu Lehebi, zbret Allahu lartësuar, sura. U emra'atuhu, dhe gruaja e tij, përmend dhe gruaja këto. Pa investonin, përse investonin? Në rrugë të keqes për të penguar fenë Allahut lartësuar. Nga ana tjetër, përballë kishin familje që ishin të gjitha në rrugë të Zotit të lartësuar. Prandaj ne duhet lutemi për veten tonë dhe gjithë familja jonë të jetë ku në rrugë të Allahut të lartësuar. Dhe ky një detaj shumë i rëndësishëm. Dhe shikoni se si Ebu Bekri angazhoi të gjithë familjen e tij. Të gjithë familjen, djali. Çfarë bënte djali? Vajza Esmaja çfarë bënte? Sillte ushqimin. Abdullahu çfarë bënte? Abdullahu shkonte dhe dëgjonte haberet, diskutimet që bënin, planet, nga do të shkonin. Dhe vinte dhe ja sillte pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit, informonte ata. Tjetër, shërbëtori i tyre, Amiri apo Amri, kalon me baktit e tij kalonte pas gjurmëve. Aty ku kishte kaluar Abdullahu, që vinte sillte haberet apo jo? Çfarë bënte? Humte, fshinte gjurmët. Tjetër, pra këta i angazhoi pejgamberi alayhis salam, që të gjithë në shërbim të kauzës apo në shërbim të adhurimit. Mirë, tjetër gjë shumë e rëndësishme. Misionet e mëdha dhe ne jemi në proces dhe ne jemi pjesë e një misioni, të adhurojmë Zotin e gjithësisë, të çojmë përpara fenë e Allahut të lartësuar, të lëmë gjurmën tonë, nuk bëhen pa sakrificë. Nuk bëhen pa sakrificë, pa tadhije. Pa pse jo dhe flijim, sakrificë maksimale. Që shkoni se çfarë bën sahabët. Lanë vatanin e tyre, lanë shtëpitë e tyre, dhe këto ne i dim përmendesh, kemi përmendur kaq shumë sa që i di përmendesh këto fjalë. Apo jo? Pa ti përjetosh këto, ja shumë e dhimbshme. Pasurinë e tyre, investimet e tyre, madje edhe u ndavën familjet. Familja Ummu Seleme e Ebu Seleme. I thot Ebu Seleme, i thot bashortës. Jo, u bën gati për të emigruar, bashkë me djalin e tyre. Angazhohet familja e Ummu Selemes. Thot prit pak. Ti ta kemi dhënë vajzën përderisa do jesh tu. E marrin vajzën. Dakor? Marrin dhe djalin. Në këtë moment thot prit pak, thot familja e djalit. Prindit e Ebu Selemes. Djalin na përket ne. Dhe tërhiq nga njëra anë, nga një krah djalin, njëra familje, në krau tjetër familja tjetër, derisa janë nxorë krahun djalit. Janë nxorë krahun djalit. Imagjino pak. Atëra Ebu Seleme imagjinoni çfarë situata u vendos. Grua nuk e la. U largua. La bashortën. S'kishte çfarë bënte. Maksimumi, u bëra maksimumin o Zot, kaq kam, ama urdhri është urdhër, detyra është detyrë. Përgjatë një viti rresht ka qarë bashortja. Derisa shkon dikush prej familjarëve thotë, keni shpirt ju apo jo? Mëshirojeni ju. Pastaj e lanë lidhe pas një viti ju bashkangjit. Suhejbi, emigrant, Suhejbe Rumi, Bizanti, Romaku, emigrant ishte në Mekë. I kishte bërë me shumë vuajt e me shumë sakrifica të pasuri që kishte bërë. Emigroi për në Medinë dhe fshehu diku pasurinë e tij. I zuan prit, i thanë ku shkon? Erdhe me duar në xhepa tek ne
Dhe një farë mënyrë pasurove. Pasurin doni po. E filioj që të gjithë. E keni në filan në fund, i ke merë një vetëm më linit të lirë, ti bashkan gjithëm të dërguar të sot apo të emigrojnë në Medinë. Tek shumë e radhë. E shumë rastet të tjera. Sakrificë dhe besimtari kur nuk duhet të lodhet dhe të dorëzohet në rrugën e Allahut të lartësuar. Dhe nëse ne kërkojmë një situatë, ose një periudhë kohore, apo të vijë një ditë, që nuk do të ketë asnjë siklet, nuk do të ketë asnjë vështirësi, nuk do të ketë lodhje, nuk do të ketë sfida, nuk do të ketë sprova, harroje diçka të tillë. Ne gjithmonë i kërkojmë Allahut të lartësuar të mos jenë këto sprova dhe këto vështirësi për te mundësive tona. Ama që do ketë. Pra i kërkojmë Allahut të lartësuar të na bëjë më të fortë, më me besim, më besimtar të fortë për të tejkaluar të sprova dhe vështirësi. Sepse përndryshe është e pamundur që të jetë një periudhë pa vështirësi dhe pa sprova. Mirë, diçka tjetër që është e rëndësishme, hijreti ne na mëson që në jetën e besimtarit nuk ka vend për pesimizëm. Nuk ka vend për dorëzim. Merë lexoj historinë e pejgamberit alayhissalam që nga fillimi deri në fund 13 vite sakrificë, vështirësi, sprovë, vuajtje, mundim, emigrim, shkojnë në Taif, apo u dorëzua pejgamberi sa në fund fare i thotë Allahu i lartësuar tani do ta lësh fare edhe Mekën. Çfarë optimizëm, mendimi i mirë për Allahun e lartësuar, bindje absolute se fitoria, përfundimi i mirë është në besimtari. Ka mundësi të dorëzohet besimtari. Nëse dorëzohemi në një moment, automatikisht do të shkojmë në urgjencë, kemi probleme me imanin, me konceptet bazë të fesë, me parimet fetare. Prandaj fare pesimizëm. Madje lumturi, aty ku e ka caktuar Zoti, aty ku ka premtuar Allahu, aty është dhe fitoria. Dhe realisht aty edhe Allahu i lartësuar. Dhe këtu kemi dhe dobin tjetër që kush lë diçka për hir të Allahut, vetë Allahu ja kompenson në më të mirë se sa ajo që ai la. Çfarë lan për hir të Allahut? Vatanin e tyre. Është e dhimbshme po. Va kompensoi Allahu me vatan, me vllazëri dhe me lavdi. Me vatan, me vllazëri, që nuk e kishin aty, me fe, me komoditet dhe me lavdi. Pse se prej aty pastaj u përhap Islami në çdo cep të dynjas, elhamdulillah, Zoti. Prandaj nuk ka vend për pesimizëm. Hijreti është diçka interesante, subhanallahu, se si u vërtetua edhe një profeci ose një paralajmërim që e bëri Waraka ibn Nawfal. E keni parasysh kur erdhi shpallja pejgamberit sa? Çfarë bëri? Khatija e merr pejgamberin sa dhe shkuan tek djalë xhaxhait të saj, Waraka ibn Nawfal, i cili ishte prej dietarëve dhe ishte prej të pak të njerëz të cilët ishin me tauhid, nuk ishin përlyer me shirk me idhujtari, adhurojnë Allahun një të vetëm. Dhe ishte njeri shumë i dijshëm. Mirë po i moshuar. Çfarë i tha Khatijës? Khatija kur shkon dhe i thot o kushuriri tim, thot dëgjoje pak bashortin tim. Kur tregon pejgamberi sa se çfarë kishte përjetuar, pra që ishte përballë me Xhibrilin dhe kishte ardhur shpallja, ai thotë qetësohu bir. Ky është Xhibrili, i cili ka ardhur dhe profetëve, ka ardhur Musait dhe profetëve të tjerë të mëparshëm. Thotë por të isha i ri, i fuqishëm, të të mbroja, të të ndihmoja, kur njerëzit të pengojnë dhe nuk u çudi dhe të dëbojnë. Dhe pejgamberi sa më çudit, sepse kishte autoritet, kishte dignitet, ishte rritur në Mekë. S'ka mundësi do vi një moment që mua do më ndodhin këto. Thotë, çfarë i tha? Sepse nuk ka pa ndonjë profet i cili ka ardhur me këtë që ti ke ardhur, vetë është penguar, është dhe pse jo prej tyre edhe janë dëbuar. Prej tyre edhe janë dëbuar. Kjo që i ndodhi pejgamberit alayhis. Kjo ka ndodhur profetëve të Zotit. Mbase jo të gjithë 100%, mi po pjesë të mirë të tyre dhe në kuria të tyre kush është? Ibrahimi alayhis. Që ka emigruar më shumë se një herë. Dhe i pari që e detyroi për të emigruar ishte babai i tij. Wahjurni Melia, i thotë, gjej vend dhe futu ku të duash. Vetëm largo prej meje. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Atëherë unë do marr plaçka ti thotë dhe do vazhdoj udhëtimin për të Zotit im. Do vazhdoj udhëtimin për të Zotit im. Ku? Aty ku ta gjej Allahu Zotin tim. Sayahdin, ai do më tregoj rrugën. Ti ma pa mundson këtu, unë do shkoj diku, do shkoj pikërisht diku tjetër.
Në kohën e Umerit u përcaktua se si do të referoheshin kalendarit dhe u dhanë disa propozime. Prej tyre ishte lindja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por nuk është e qartë kur ishte lindur. Prej tyre ishte vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por pse të ishte një ditë e trisht për muslimanët, pikërisht situatë si referencë për kalendarin. Dhe u caktua hijreti si ditë, çfarë ishte? Ditë lavdi, fitore. Dhe këtu na ngacmove dhe kujtojmë dhe ose sjellëm dhe një dobi tjetër që ndonjëherë si thua, fitoria dhe suksesi është tek tërheqja. Dhe në herë të tjera, fitoria dhe suksesi është tek hujum, tek sulmi. Dakord? Tek sulmi. Si përcaktohet kjo? Me urtësi, me maturi. Këtu u quajt fitore hijreti apo? Fitore dhe çfarë fitore? U quajt fitore marrëveshja e Hudejbijes? Marrëveshja e Hudejbijes. Po prit pak se marrëveshja e Hudejbijes nuk u nënshkrua në kushte normale. U nënshkrua në kushte ku kuptua madje prej sahabëve dhe të mëdhenj dhe prej Umerit si humbje, madje si poshtërim. I thanë pejgamberit sa pse ky poshtërim o i dërguari i Allahut, a nuk kemi në të vërtetë. Mirë po ishte fitore dhe zbret Allahu lërsuar surën, kush më thot? Feth. Surën Feth. Prandaj, ndonjëherë fitore është dhe sukses është që besimtari wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Ta shmangësh një problem, ta shmangësh një ignorant, një mendjeleh, ta shmangësh një sherr, ta shmangësh një situatë, ta shmangësh një debat, ta shmangësh një një qoftë një iniciativë të caktuar. Aty është fitoria. Ama aty do ta përcaktosh me të gjitha komponentët fetar se si përcaktohet. Ama ndonjëherë ku është fitoria? Fitoria është tek guximi, është përpara, tek sulmi, tek qenurit aktiv, tek sipërmarrjet dhe kështu me radhë. Mirë, edhe diçka tjetër, në hijreti na ka mësuar ne edhe dy koncepte shumë të rëndësishëm. Planifikimi i gjërave, besimtari nuk është rrëmuar në jetën e tij. Pejgamberi sa kishte planifikuar gjithçka me detaje, mori sebepet deri në maksimum, shkaqet në maksimum, edhe pse ne jemi të vetëdijshëm dhe të bindur që Allahu i Lartësuar mund t'ia mundësonte hijretin pejgamberit alesa me mrekulli, me burakun. Me burakun hipja burakut siç u gjit në lartësinë e qiejve dhe shkonte për një çast në Medinë. Mund të ndodhte kështu? Do të ishte shenjë e madhe, do të ishte mrekulli, do të ishte. Ama nuk do të ishte ndonjë mësim i madh për ne. Nuk do të ishte ndonjë, edhe pse je 50 vjeç o i dërguar i Zotit. Ti je i detyruar ta bësh të udhtim me këmbë, herë me këmbë, pastaj me deve, me vështirësi, e do friksohesh në momente të caktuara, do ruhesh, do ndryshosh dhe rrugën. Prandaj ndoj që rrugën e Bregdetit, që i binte më gjatë, kupton? Mori si udhërrëfyes apo një njeri i cili ishte adapt, edhe pse nuk ishte musliman. Edhe pse nuk ishte musliman. Pra të gjitha detajet. Dhe këtu tani nuk do të zgjatem më tepër për të treguar që të gjitha detajet se si pejgamberi sa i vlerësoi. Pra muslimani planifikon gjithçka, respekton çdo gjë prej shkaqeve, dhe kjo është prej itqanit, prej përsosmërisë dhe prej disiplinës në jetën e muslimanit. Mirë, po në fund fare, shkaqet nuk kanë asnjë vlerë në rezultat. Shkaqet sa vlerë kanë në rezultat? Gjithë ky planifikim, sa vlerë ka? Zero. Fare. E gjithë rezultati ku është? Është tek zemra, te mbështetja. Shkaqet duhen, nëse i lë ti ndëshkohesh, mirë po shkaqet në vetvete nuk kanë asnjë vlerë në rezultat. Rezultati është i gjithë ku të mbështetja dhe lidhja e zemrës me Allahun e lartësuar. Dhe këtë e vërtetoi pejgamberi sa me Abu Bekrin, o Abu Bekri si mendonte për dy persona kur Allahu është i treti i tyre, kur ishin në shpellë. Kjo është mbështetja absolute që ka besimtari tek Allahu i lartësuar. Dhe në fund fare çfarë? Edhe nëse planifikojnë gjithçka pa besimtarët, edhe nëse angazhohen me gjithë mekanizmat e tyre, edhe nëse udhërrëfyesin e tyre dhe komandantin e tyre kanë iblisin. Plani për të vrarë pejgamberin sa kush e udhëhoqi? Ose kush ishte pjesëmarrës në trapez në momentin e diskutimit? Kush i vuri vulën propozimit e Abu Xehlit për ta vrarë? Vetë iblisi. Përzgjodën 40 djelmosha të fuqishëm, të armatosur aty te dera pejgamberit alajhi salam. Dhe dërguar dhe fillimi i surës Yasin i referohet pikërisht këtij momenti. Dhe pejgamberi sa der, çfarë bën? Vendos dhe error
mbi kokat e tyre dhe nuk doli natën, ditën. Pejgamberi sa nuk doli natën, doli ditën për shtëpisë së tij. Çdo thot dhe Allahu lasua lidhje me këtë gjë, zbriti ajetin wa idh yamkuru bika alladhina kafaru dhe kujto kur pa besimtarët tentuan të ngrenin kurth. Si li yuthbituk au yaqtuluk au yukhrijuk, të lidhnin, të vrisnin apo të dëbonin. Se të gjitha këto ishin propozimet, wa yamkuruna wa yamkurullah. Ata i ngrenin kurthet, mirëpo harrojnë që Allahu i prish ato. Wallahu khairul makirin, dhe Allahu është më i miri i cili prish ato që planifikojnë pa besimtarë. Dakor? Dhe shtregon kjo që ndonjëherë ne nuk duhet të bëjmë shirk të fshehtë, pa kuptuar, duke madhëruar, duke shtuar, duke tepruar me frikë ose me respekt apo me madhështi për sa i përket potencialit të pabesimtarëve. Dakor? Po në fund fare çfarë? Allahu i lartësuar është mbi gjithçka, besimtari nuk mund të dobësohet, nuk mund të ligështohet, nuk mund të dorëzohet, aq më tepër të friksohet, nëse nga madhështia e kujt pa besimtar. Dhe këtë gjë na vërteton apo na mëson edhe hijreti. Ktu është si mësim pa besimtarët, në një moment tjetër mund të marrin sprovë. Dikë e gjujizon sprova ekonomike apo në formë tjetër. Inshallah. Allahu i madhruar mjafton thot për diçka bëu dhe ajo gjë bëhet. Dhe të tjera pa fund vëllezër, por mjaftojmë me kaq thjesht. Të gjitha këto ne na vlenë për dëshmërinë tonë, që lutem Zotin e Lartësuar të na bëjë risqeti, aplikojmë, të zbatojmë për dëshmërinë tonë. Ka diçka pa qartë apo doni të shtoni diçka? Bujrum.